normal që falenderimi. Edhe ne i falenderojmë Eduard Trofatin i përqafojmë. Gjatë bashkëbisedimit tonë kemi filluar me Gjela Dukën, kemi vazhdu me Prena Becin, edhe do të doja që t'i ftoj për fund bised në skenë, ta bëjmë bashkë të? Do isha i nderuar. Atëherë do t'i ftoj, do të sigurojmë edhe një karrike, që të flasim edhe pak për bashkëpunimin tuaj, edhe t'ju falenderoj për faktin që ma keni sjell një mozaik, një pjesë të mozaikut mbar shqiptar, po sidomos shprehimisht, kështu me thonë më shumë të Mirditës. Kësaj Mirditës legjendare. Atëherë, Gjela Duka dhe Prena Beci. Jemi ullë. Po lëret shumë i bukur të dyja, maestro. Po e kam vrejt një dëshirë të veçantë që ta prezentosh edhe si krenari, edhe ta pasurosh edhe mozaikun kështu mbar shqiptar, dhe për këtë të përgëzojet Eduard Trokas absolutisht që në traditën mbar shqiptare ke synuar dhe ke insistuar që të jetë prezente maksimalisht mundësisht edhe mirdita jote kështu. Kur e keni fillu bashkëpunimin kështu? Jo, bashkëpunimin në larg apo afër ka ekzistuar gjithmonë. Gjithmonë, kuptimin. Por për të ardhur tek emrat nominal, me Gjok Becin që këta e kanë tyre, për të ardhur tek emrat nominal është me Gjelen. Shiko, Gjela Duka, ndoshta do kaloj edhe pak kohë, dhe kur vi momenti që të studioje Naima Bazi për këngën mirditore, karakterin e këngës mirditore, pa tjetër që do i referohet këngëve të Gjelas. Gjela, në tërë komponentet e një këngëtare, po e lejmë kostumi është tjetër. Tërë komponentet e një këngëtare është tipike mirditore. Edhe në fremin e fundit të melodisë. Edhe në fremin e fundit, se me frema flet kështë regjisorën kështu. Edhe në fremin e fundit të melodisë. A në muzikë themi taktin e fundit të melodisë. Është mirditore. Është mirditore. Gjela, trashëgimi familjare, e kishe me pedigre, fillove herët të këndosh, si e mësove këngën, edhe si vazhdove ta kultivosh këngën. Këngën e kam fillu që e vogël. E vogël? Sepse na kena pas babën këngëtar. A babën këngëtar? Të jashtëzakonshëm të asaj kohe. Që quhej? Sot Preng Beci. Preng Beci. Dhe ne na kultivu këngën që e vogël që ai na ka bler çiftelin. A çiftelin? Na bler çiftelin edhe na mësoi me i ra qiftelis, edhe me këndu, në çdo darkë kishim program. Çdo darkë në familje? Çdo darkë kishim program. Pa e bukur kjo. Edhe për cilë i tradita, edhe historia, edhe mësohi instrumenti, po bëshe artiste, a që e vogël? Që e vogël e mbërë. Në çfarë moshe fillove me i ra qiftelis? Që në klasën e 4 kam mësu qiftelin, në klasë 5 kam shku në shkollë të provave, koncerteve, të programeve. Të mirditës? Mirditës, shkollës, mirditës, çdo gjë si ka pas mirdita, unë kam qenë rapsode mirditës. Gjela aty, rapsode. Ja thoje këngës, ha? Cilat kanë qenë këngët atë? Kujtohen që i këndoje? Përveç në i këngë partije, se edhe këtu kemi kënu në i këngë partije për me rafshu njere, me rahatu që ata partijakët mos me na u hudhë në qafe, pas ta i kalonim në këngë të bukura. Unë në fakt si kam pas fiksim këngëtare, në atëherë kam pas Fatime Sokolin. A Fatime Sokolin? I kam pas idhu këngët e asaja. Moj, Kosovë, moj, shtjelë burnie, vend kryëtrima, zemër o lirie. Vitit 81. Atër kur maestro shkoj në shkollë. Ko e kishe regjisor? Vlajn? Une. Jo, Vlajn e Leshit e kishe regjisor në Rëshën? Po e kena pas në festivalet ata. Festivale atë? Regjisor, shkëllqyshëm, Zef Nikoli, e kishim. Ke kënduar shumë këngë? Unë me thanë drejtëm me mi pyet që është ndoshta nuk i numri dot, por mbi 50 i kam kënduar. Mbi 50 këngë i ke kënduar. Në cilin festival shkëlqeve kështu që u morë vesh se Gjela Duka e bën namin, ja bën bam edhe bim?
Unë si rapsode që kam dalë atëhere për me shku në festival, kam qenë 73-shin. 73-shin? Po atëhere ishte një rrym që ishte me nuanca, loja, edhe kishim marakun gjëse me shku në për festivale, me shku kështu, ishe pak si ngirë që gjëja pa martu. Ani Angele pa martu pas jo martove? Jo, martova, atëre si kam vazhdu, si kam Si, ama kur kanë po anë skenë atëherë, lere... Jam martu. Ku e gjetë dashurinë atëherë, pra? Dashurin... Mos më thuaj në skenë? Jo, për zotën, me gjënë skenë atër zma hi fjallë. A jo, E kam gjithë si, atëre, babin e kam pas demokrat, edhe gjithë bona pyte, ka dëni me marrë, edhe po gjithë si mirë më gara. Mirë, e gjetë vetë veç, a? Jo për zotën. A jo, a? A me shkuesi? Jo, me shkuesi. Jo për zotën, a? E po, ke vazhdu me këndu në vazhdimësisë, kanë pengu pas taj. Jam martu në 75-ën, kam pas 3 fëmijë, mas 3 fëmijëve, në 88-ën kam shku në festival Gjirokastërës. E kemi fillu bashkë me Prenën, edhe e kam vazhdu derim tani. Deri tani, në vazhdimësi. Fëmi tash janë rritë, sigurisht. Fëmijët, djalin e madhe kam oficer policie, djalin e vogle kam avukat, vajzën e kam këngëtare. Atë këngëtare janë të lumtur? Duratën e ke pasur duratën që ka qenë këtu. Edhe janë ato të lumtur me mu dhe unë e lumtur me ato. Me ato? Jam shumë e lumtur. Po tash, kur i mbledh në ndonjë mbrëmje, ja thu me qiftëli? Po shazotën po. A po shazotën po, a? E merë një pi vogël jemi, thot nan, thot qiftelin e merë në murë, thot e ke qiftelin e vjerën e. Edhe ja thoni. E bëni një mini festival, a? Tu bohën i shpesh? Takohën i shpesh? Me thamë drejtën si mas situatës, për festa, ditë lindje. Po në bashkëpunimet me maestron, a ke pas problem sa? Shumë kërkus kjo, shumë... Me maestron kam pas... Kam bo dokumentarin, kam bo këngë prap, kam bo filmime, gjëra shumë të bukura, më thëmë drejtën. A është shumë kërkus? Që kështu duket i qetë, po në punë nuk ishte shumë i qetë. Gjithë e hepër sa më rengoj. Ky është kërkus, po është i sakt. është i sakt, E Prena Beci. Kur të kemi musafire gjithmonë më kujtohet Gjok Beci. Artisti madhë, Gjoka. Maestro, ke bashkëpunu shumë me Gjokën? Po, për poezin, po. Për poezin, po. Prena Beci, të kemi pas musafire dhe ma herët kemi folë edhe për krimtarin edhe për karierën tëndë edhe për kështu. Po, nuk kemi pyet vërtet, edhe ti fillove s'je vogël të këndoje? E kishe trashëgimi familjare, apo? Po, e kisha, edhe po që kam dalë në skenë, ka qenë në vitin 86 në Shtëpinë e Kulturës të Kurpneshit. Kam pas tekstet Viktor Gjikolës, një poet shumë i mrekullueshëm, tekstet e të madhit Gjok Beci. Pastaj në 88-ën kam me ansamblin e Mirditës, sot ansambli Mjeshtri i Madh. Edhe kam vazhdu atëre në 88-ën festivalin e Gjirokastrës. Gjirokastrës. Qëfar, ju keni pas një program të tërë në festival atëra, po? Se festivali Gjirokastrës vazhdojnë me mbet, nuk e dia do vazhdojnë të mbajnë se njëherë banë gjithdo 4 vite. A maestro e bëjnë? Do bëhet. Do bëhet. Do bëhet, tani do ishte vendi, vërtet ku nxirreshin vlerat më të bukura, gjithë vendit, gjithë. Edhe ne mundoheshim, shkonim në përfshatra ku e zite televizioni shqiptar, flasim para vitit 90, e më pas. Po, momenti bukur, ti shumë e re, në festivalin e Gjirokastrës bukur, e? Shumë e re dhe shumë e gëzume. Qëfar këndova aty? Kam atëherë në atë festival, kam këndu këngën Ishkullmalet Amaneti. Ishkullmalet Amaneti. Kam marrë çmimin si laurante e festivalit. Pastaj kam vazhdu karierën deri më sot. Vazhdon me mbrëmje, me koncerte, me... Se Gjela këndon vetëm në koncerte, në këto, që nuk varet, apo e thrasin dasam, apo e thrasin, apo e thrasin në koncerte, apo e thrasin, kjo vazhdon të këndoj. E ban për dëshirën e vetë, po për dëshirën e vetë, por një zoj jashtë zakonshëm. Më vjen keq që ta them kështu, dhe në këtë mosh,
po t'ja qesim, kjo dhe duket kështu akoma si vajzë e re, po t'ja qesim një perdë dhe t'i themi këndo, të gjithë pyesin, 16 vjeç është kjo, 17, me atë zë? Po janë pjesëtarët e ansamblit Mirdita. Ansambli Mirdita është monument që do të ruhet nga shteti, është monument kulturën në vetvete ansambli Mirdita. Absolutisht. Pavarësisht se brejsat mund ndrohen, por ansambli Mirdita mbetet. Çka ju lidhi në bashkëpunimin tuaj më shumë? Origjina, veni, tradita, e që donit bashkë të nxirrni tamam si është ajo mirditore? A i keni nxjerrë mjaftueshëm? Të gjitha. Apo keni akoma për të bërë? Ka shumë gjëra që i bëjnë të tjerët. Por ato në takojnë neve, do bëhen dhe ka. Ajo të tregova pak a kapelon, po vinë Krushit. Ju jeni këngëtarë dhe njihni muzikën shumë më mirë sa unë. Po për mua është një kryevepër. Edhe ka qenë një ngacmim shumë i madh për mua. Edhe a kapelo, këngë Maja Krau, ta kupton? Nuk më shkon dhe mendja kur ta dëgjoj nga dy gra. Po ka që bukur dhe ka që emocion. Sa që edhe atë më të pa interesuarin për këngën mirditore ose për këngën shqiptare, a do ta zgjonte. Absolutisht. Derisa ju po flisni regjia veç është duke na dhënë, nuk jemi në plan televiziv tani më. Është kjo. E që në realitet një përshkrim i bukur i traditës. Dhe diçka që më shumë ja vlen pa shohim e pa dëgjojmë. E ndjekin pak? E ndjekin. Zha e bukur, e njihje këtë gjë që nga fëmiria si tradit? Jo, apo e solli... Për burrat po, edhe nuk e ka patur. Apo e sollën këto si... E sollën këto, nësi si nga... Edhe u befasove këndshëm. Si u nga smuan, si nga lindi ideja, nga... Gjitha është merit e tyre. Merit e tyre. Edhe u filmua. Unë thjesht ishin nga smim, a kupton edhe... Kam bërë një hapje, 2 hapje festivali, një moment kanë qenë, po një moment tjetër s'kanë qenë dhe kanë përdorë kolonën muzikore. Kjo zgjatë 6 minuta, 7, sa zgjatë. 6. Dhe, aty mund të kishte 1000-2000 veta në... Auditorium? Në jashtë. Jashtë, po. Në Vitoj, në Maltëzi. Edhe në një vend tjetër. 6 minuta gjysë nuk është dëgjuar, qofta një... gabimisht një fërfëshrim, si ka lëvizi pema.
Po vërtet e bukur, shfaqe, tamam. Të kemi artistin e kombit, edhe të falimderit shumë për prezencën tënde, bashkë me edhe Gjelen, edhe Prenën, me këto këngë të bukura, se e fillum me Flamurin, edhe Prenën asolli Vallën Shqipe, në vazhdim, sa po t'ju falenderoj nga zemra që ishi prezent këtu, Gjela do të vazhdoj me këngën për Gjergj Kastriotin, më pas do të kemi edhe pak pjesë festive me Prenën dhe na keni sjell një pjesë të Atdheut në formën më të bukur, edhe foliore, edhe recitatore, edhe këngë, edhe shumë çka të bukur. Falenderoj nga zemra për gjithë atë që ke bërë edhe bën për kombin. Faleminderit për këngën tuaj. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është e jona. Dhe nuk thuan në sy falenderimet, por një falenderim i madh shkon për Naima Bazin, shkon për ekipin tënd, për bashkëshorten, sepse kjo studio sot është bërë shtëpia e artit dhe kulturës, shtëpia e gjithë gjinive. Edhe çdo artist sot në Shqipëri flas, në Kosovë, e ndjen si mungesë me u vonuar shumë pa i ftuar ti. Zakonisht kur na lavdojnë e këpus, po këtë pjesë po ta ndërlidhi, kjo është Odeoni. Dhe ju e dini më mirë çka është Odeoni. Oda shqiptare që gjithë bota e bëri teatr pastaj. Dhe inshallah do të arrish shpejt numrin 1000. Dhe ta festojmë të gjithë. 730, emisioni 730 e diçka është tani. Edhe me që jemi në kuadrat pavarësisë, dua të falenderoj edhe këngëtarin, artistin, Shkodran Tolaj dhe Besiana. Shkodrani dhe Besiana. Ato ka shumë kohë që po punojnë, edhe për ftesën që kam bënë që të jem prezent në Gjilan Junik edhe në Podujev, me gjithë zemër, sepse ata ka një pasion të çuditshëm për këngën e bukur, për këngën shqiptare, por edhe si patriot.